Prokuroria e posaçme në kuadër të hetimit që përkryen ndaj organizatës kriminale të drejtuar nga Suel Qela dhe është shtrirë në pjesën që ka të bëjë kryesisht me marrjen e tenderave në qytetin e Elbasanit, pretendon ose ka dyshime të arsyeshme që në disa shoqëri dhe ambiente mund të gjenden prova që lidhin zyrtar apo persona të tjerë, funksionar publik me këtë organizatë. Për këtë arsye, ditën e sotme herët në mëngjes, rreth orës 6:30, ka nisur një aksion për kontrollin e 6 ambienteve i autorizuar nga prokurori i posaçëm Vladimir Mara. Është mbështetur ky aksion nga ana e policisë së shtetit, por gjatë këtij aksioni, policia e shtetit ka konstatuar edhe aktivitet të lojrave të paligjshme të fatit. Pra, ndërkohë që po kërkoheshin prova në kuadër të organizatës kriminale dhe kishte disa personazhe që janë kontrolluar, përfshirë edhe emrin që u cituat, por edhe drejtorin e ujësjellësit në bashkinë e Elbasanit, Luan Tabaku, por edhe ambiente të tjera, atëherë është konstatuar që kishte edhe aktivitet pranë celularet e tyre, sipas të dhënave të deritanishme, kishte aktivitet të paligjshëm në fushën e lojrave të fatit. Ky mund të jetë një hetim që mund të ndahet më pas, sepse është një aktivitet i cili vijon i ndar, por unë ju thash që lojrat e fatit sot janë kthyer në një shqetësim shumë serioz dhe po kryen kryesisht nga grupe ose individ të cilët kanë mbështetje dhe lidhje në policinë e shtetit. Dhe për këtë që them, mbaj përgjegjësi dhe sfidoj policinë e shtetit me japi prova për të kundërtën. Dhe kjo po ndodh në Elbasan, kjo po ndodh në Durrës, kjo po ndodh në Tiranë dhe rasti i arrestimit të Altin Morinës e dëshmoj qartë që grupe caktuara ose individ caktuar brenda policisë së shtetit kanë interesa të drejtë për drejta në këtë çështje. Do t'i them sot, regjistrojeni këtë bisedë, pas disa kohësh do vim sërish në emisionin tuaj dhe këto gjëra do të konfirmohen. Qartë. Atëherë kalojmë te tema e rëndësishme, besojmë që kemi për mbrëmjen, pjesë e parë që kemi mbrëmjen sotme. Cilat, zonja Lala dhe njeriu, cilat janë arsyet që paraqiti gjykata dhe e la Erion Veliaj në paraburgim? Gjykata apelit të posaçëm brenda fatit ligjor ka zbardhur vendimin, bëhet fjalë për një vendim të rreth 140 ca faqe që ka arsyetuar ka thënë gjithë argumentat që gjykata thotë se ka marrë në konsiderat për mbajtjen prapahekurave të zotit Veliaj, kryetari i Bashkisë së Tiranës. Një ndër argumentat kryesor ka të bëjë me faktin gjykata arsyeton ndër të tjera që zoti Veliaj është ende në detyrën e kryetarit të bashkisë dhe për shkak të pushtetit që ai gëzon, lidhjeve të forta, por edhe pushtetit ekonomik apo financiar, ka mundësinë të helmoj provat ose t'i dëmtoj ata, t'i intimidoj dëshmitarët apo t'i vërë nën presion. Ky është argumenti thelbësor. Më pas, prokuroria ka pretenduar dhe më pas gjykata ka arsyetuar që zoti Veliaj ka patur një sjellje jo korrekte, por sjellje intimiduese dhe sipas tyre shantazhuese ndaj njerëzve të drejtësisë, sepse është përdorur si provë ajo që ne kemi diskutuar gjërësisht, janë përdorur si prova bisedat telefonike të përgjuara me zotin Veliaj, vllai i tij dhe bashkëshortes, ku sipas gjykatës së apelit të posaçëm, zoti Veliaj orkestronte sulme ndaj njerëzve drejtësisë dhe kishte detaje, pra kishte një moment për shembull ku zoti Veliaj orientonte të vllain e tij, që thoshte gjithë ata që merren me dosjen të merreni me kuq e me maç. Kështu thoshte një nga bisedat. Nga ana tjetër, pretendohet edhe rreziku i ikjes, pra që zoti Veliaj mund të shmanget hetimin, nisur për arsye që thash më lart, për shkak të lidhjeve, për shkak të pushtetit, por edhe shkak të statusit që ai gëzon. Patjetër që zoti Veliaj i ka kundërshtuar të gjitha këto kushte dhe kritere, duke pretenduar se është i hapur për hetimin, duke pretenduar se do të vijojë punën në krye të Bashkisë Tiranës, megjithatë gjykata thotë që ky person është shoqërisht i rrezikshëm, përsa kohë që brenda ambienteve të izolimit, pra në qelinë e paraburgimit, ka orkestruar sulme. Këto janë argumentat kryesore të gjykatës. Ka një moment, unë këtë po e përmend për qenë korrekte me raportimin, gjykata në një nga pasazhet e vendimit ngrej një pretendim që thotë se nga mënyra se si relatohen marrëdhëniet mes Erion Veliajt, bashkëshortes së tij Ajola Xoxa dhe biznesmenit Elman Abule, krijohet dyshim i arsyeshëm, thotë gjykata, që ata nuk kanë patur një bashkëpunim të thjeshtë, por një bashkëpunim të posaçëm, që mund të jetë në formën e grupit të strukturuar kriminal, për mënyrën se si kanë vepruar, dhe pretendon që nuk e përdor, thotë gjykata, nuk e marr në konsiderat këtë argument, përsa kohë që ligji nuk ma lejon në mas sigurie që unë të rëndoj pozitën e personit në hetim shtetasit Erion Veliaj, por duket sikur e sjell në vëmendje të gjykatës. Nuk është e para herë në fakt që gjykatat e kanë bërë edhe me dosjen 5D që kanë orientuar prokurorinë për grup të strukturuar, edhe në rastin e
ish ministrit të shëndetësisë Ilir Beqaj, që po ashtu e kanë orientuar të hetohet për grup të strukturuar dhe gjykata e kanë ngritur atë grupit të strukturuar, kështu që por ky argument jo, do zbresim për një moment këtu, në fakt unë ju i thash shikuesit i vurën e duke më përpara që aksidentalisht në mungon avokati, që edhe avokatët nderuar të shikuesve janë të rrallë për të shprehur përgjithsisht për zotin Veliaj, sepse edhe atë se që kanë një ngërsh të përgjithsi këta. Por avokati që kishim ne kishe një problem dhe nuk të tjerët kanë dhe hallet e tyre, gjithë bot me halle kjo, halle është mbushur e gjitha, dhe nuk do ta kemi këtë, por ne do të vjojmë bisedën, ja le ta dëgjojmë shtotë sinkronin një, gjykatësi le të hapër mundësinë e një grupi të strukturuar. Gjykata vren se bashkëpunimi i personave nën hetim Erion Veliaj, Ajola Xoza dhe Elmana Bule ka tiparet e një bashkëpunimi të posaçëm, atij të grupit të strukturuar kriminal, i normuar nga neni 2874 i Kodit Penal, duke qenë se përmbushen kriteret e pluralitetit të personave, 3 persona, kryerjes së veprimtarisë kriminale për qëllime përfitimin material, pastrimi i produkteve të veprës penale të korrupsionit, si dhe moskrimi të grupit rastësisht. Kryerja veprimtarisë kriminale në mënyrë të përsëritur e për një kohë të gjatë, pavarësisht se një formë e tillë bashkëpunimi nuk i është atribuar ende këtyre personave në hetim dhe përjedhoi nuk do të merret në konsiderat në këtë moment nga gjykata në caktimin e llojit të masës së sigurimit, pasi në të kundërt do të cënohej parimi i mosrëndimit të pozitës së të pandehurit. Tani pse gjyqtari e ka bërë këtë gjë? Tani, zoti Rakipi, të gjitha veprimet e SPAK ose hetimet e SPAK kontrollohen nga gjyqtari i hetimeve paraprake, kështu quhet. Dhe në rastin konkret, masën e sigurisë për zotin Veliaj ka caktuar gjyqtari posaçëm Erion Bani. Si rregull, gjykata e apelit nuk mund të rëndojë pozitën e personit në hetim gjatë caktimit të masave të sigurisë, dhe është diskrecion i gjyqtarit të hetimeve paraprake, pra atij që kontrollon çdo veprim të SPAK-ut për të vendosur ose për të orientuar prokurorin nëse ka vend për të hetuar për grup të strukturuar kriminal. Mua më duket pak e parsyeshme në fakt që zoti Engert Plumbi e ka përdorur në këtë moment këtë arsyetim që ka bërë, sepse ky është një diskrecion në këndvështrimin tim që i takon gjyqtarit të hetimeve paraprake. Pra, por lë në një farë mënyre një shtek që të nesërmen gjyqtari i hetimeve paraprake, zoti Bani, mund ta orientojë prokurorin, por mbetet për të parë qëndrimi që do të mbajë zoti Bani dhe sepse sipas ligjit, zoti Rakipi, Prokuroria e posaçme është i detyruar që çdo 2 muaj të informojë gjykatën e posaçme për veprimet hetimore që kryhen për secilin person nën hetim, ecurinë e këtyre hetimeve, provat që janë marrë etj. Me radhë. Dhe nëse gjatë rrugës konstatohen element për vepra të tjera penale, siç mund të jenë të ndryshme nga ato që heton në fillim,